إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستندروار sot do të flasmi për katër lloj të njerëzve të cilët shfaqen dhe dallohen në kohën e sprovave. Ashtu si na përshkruan Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Ahzab, që janë shfaq këtë lloj të njerëzve në luftën e Khandekit të Ahzabit. I pari grup është munafikat e qartë. Munafik i kullum dhe del qartë dhe tregon nifakun e tij. E dyta është ata të cilët kanë sëmundje të zamrës, jo fizike, por shpirtërore, nër munafikat. Lloji i tretë i njerëzve janë personat të cilët këshirin interesin e tyre personal. Dhe grupi i katër, i cili shfaqet në kohën e sprovave dhe telasheve, është njerëzit që kanë besim në Allahun dhe kanë besnikri, janë besnika. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për llojin e parë që thot ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Neve nuk na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi vesende të kota, Allah na ruajt. Munafikat e thojnë kat kur ata e shohën që pak janë forcu, e shohën telashet dhe e shprehin këtë, do të thotë që me këto nuk i besojnë Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ky lloj i njerëzve ju mbështeten zotërive të tjera dhe i marrën për zota, dhe atyre ju mbështeten dhe prej tyre ndihmë kërkojnë dhe atyre ju friksohen, Allah i na ruaj. Ata të cilët kanë zamër të smund, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon dhe i ka pru më njëherë pas munafikave. Allahu thot Kur'an: "Wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Kur munafikat ata thojnë dhe ata të cilët kanë sëmundjet janë të smund në zamër. Shiko, munafikat dhe ata të cilët zamrat i kanë të smura, kanë besimin e dobët të Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto si ta shon telashën dhe sprovën, me njëherë tërhiqe një hap mrapa, tërhiqe taktike dhe i lon musliman vetë dhe besimtar. Kjo është një bela, kjo është një bela e madhe, të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur gjithë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për këtë lloj njerëzive në surat Muhammed: "Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrij Allahu adghanahum." A menduan ata të cilët zamrat e tyre i kanë të smura me nifak, apo dyshim të Allahu subhanahu wa ta'ala, apo dyshim në fejen e Allahut, apo në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a menduan se këto Allahu nuk ja nxjerr atë urrëqen që e kanë në zemrat e tyre?
Qysh janë nxerr Allahu, ja pra vjen një telashe, vjen një bela, vjen një sprov të musliman, ai e ka mbajt mrenda atë rreqen, e ka thqë, po kur t'i vjen momenti, e shpall dhe del në Majdan, dhe këtu pastaj dallohet kush është besimtar i sinqert dhe i drejt, dhe dallohet kush është munafik i qartë dhe i sinqert në nifakin e tij, dhe tregohet dhe ai i cili është i smur në zemër, Allahu na ruaj. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala, këto lloj të njerëzive na ka treguar Allah subhanahu wa ta'ala, pasi që vjen rahatia dhe siguria, Allah subhanahu wa ta'ala thot, salakukum bi alsinatin hidad. Allahu akbar. Këto kur që vjen rahatia, kur ta shon që ka siguria, atë rahaton, siguron se ka kush i mbron, atër Allah subhanahu wa ta'ala tregon, dhe këto thot, ju sulmojnë me gjuhat e tyre të mprehta. Ka ne sulmojnë? I sulmojnë besimtarët, i sulmojnë të drejtët, i sulmojnë ata të cilët rinë parimet e tyre, ata të cilët të duan të ruajnë fenë Allahut subhanahu wa ta'ala, ata të cilët duan të ruajnë derin e muslimanëve, këto thot fillojnë pastaj, ju gjuajnë, ju sulmojnë me gjuhët e tyre të mprehta, dhe që vetëm që të shtin dyshime të muslimanëve të tjerët, Allah na ruaj. Kështu Allah subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur këto. Kurse lloji i tretë që Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon, këto të cilët janë, të cilët i këshirin interesat e tyre personale, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur dhe thot, inna buyutana aura, wa ma hiya bi aura, in yuriduna illa firara. Ky lloj njerëzive të tretë që e këshirin interesin e tyre personal, Allah subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur në surët Ahzab. Këto i ka thënë, ja Rasulullah, na jep lejen që të shkojmë në shtëpiat tona, mos marrna pjesë në luftë, për shkak se shtëpiat tona janë të hapura para armikut, nuk janë të rrethuar, nuk kanë siguri. Nuk është e vërtetë, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Por qëllimi i tyre është kërkojnë leje që qambathin, të hikin, mos marrën pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos që ndihmojnë besimtarëve dhe muslimanëve, nuk ka qëllimi është këtë dikun tjetër, çish qambathin, çish kthehen te zotritë e tyre. Amën, jo se ata për një me shtëpiat e tyre nuk janë kanë në mbrojtje. Shikojni, Allah subhanahu wa ta'ala jau kanë nxjerr atë të cilët se më herët që kanë në zemër. Me vepër që ja, pra kujdesni prej këtyre, se këto nuk i intereson se kush vritet, këtyre nuk i intereson kush pritet, këtyre nuk i intereson kush shkatrohet, këtyre nuk i intereson kush e ka barkin ënd, këtyre nuk i intereson se çka të ndodh dhe çka se mirët gjaku dhe nderi në përkom. Këtyre ju intereson a e ka barkun e tij plot. Këtyre ju intereson a e ka familjen e tij në siguri dhe a e ka familjen e tij në vend të sigurt. Këtyre nuk i intereson vetëm fama dhe pozita e tyre. Do thot, veç e këshirë qështë situata, pastaj e vesh gëzofin e tij. Allah na ruajt. Lloji i katërt është lloj i cili është besimtar, të cilët besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe janë besnik. E këtë lloj të katërt, këto shumë pak janë prej këtyre, që Allah subhanahu wa ta'ala i ka lufdruar në Kur'an. Allah thot, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alej, wa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila, liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim, wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatuba alejhim. Allah subhanahu wa ta'ala thot, ka prej burrave besimtar, musliman, sadaku, kanë nejtë besnika me Allahun subhanahu wa ta'ala, në atë besja kanë dhonë Allahun, fa minhum man qada nahbahu, ka prej tyre që kanë vdek, i ka zonë vdekja në besatimin që kanë dhonë Allahut, dhe ka prej tyre që janë duke pritur, vazhdojnë besatimin që kanë dhonë Allahut, nuk kanë ndrue dhe nuk ndryshojnë. Lijezi Allah, që Allah këto t'ish problem, pse? Besnikat, për besnikrin e tyre që e kanë bajt me Allahun subhanahu wa ta'ala, në fjalët e tyre, në veprat e tyre, në gjërat e dukshme dhe të jashtme, do të këto kanë qëndru me Allahun besnik, ashtu qish del me djume,
po edhe pas perdeve. Ashtu që është me popullin, është edhe me Allahun subhanahu wa taala. Është besnik. Jo ti thot bardh, mbrapa thot zi. Knejnë thot ban, pastaj ka që mbrapa kur ti thot zban. Do thot jo, këto kanë qëndru besnika me Allahun në fjalë, në vepër, në veprat e jashtme dhe të mbrëmshme, do thot zamrat në veprat e zamras, dhe këto ja kanë dhënë besën Allahut, e këto Allahu subhanahu wa taala do t'i shpërblen, kurse munafikat do t'i dënon Allahu subhanahu wa taala nëse vdesin në nifakin e tyre, por nëse ato pendohen dhe bën të sinqert, Allahu nëse do n'ja fal atyre. Paramendojni në luftën e Khandekit o Lazar, Ahzabit, jenë ledh krejt qafirat. Kurejshët me Gadafanin nga në ardhë nga një anë Medinës. Kurse munafikat, jahudit dhe grupacionet të tjerët kanë ardhë nga ana e lindjes. Kurse Kurejshët dhe Gadafanin nga në ana e prendimit dhe e kanë rrethuar Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që thojnë ulemanët sikur kulluki që hinë në krah. Qishë rrethon kulluki halka krahun, ashtu e kanë rrethu Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Janë pajtu krej se si ta luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në advent të vogël dhe në advent me pak mundësi që i kanë pas, dhe ja kanë ndërprej gjithë rrugët besimtarëve në Medinë që mos mundjet që afrohet asnjë ndihmë. Ndash materiale, ndash ushtarake, ndash ekonomike, ndash psikologjike, në çdo aspekt. E në këtë situatë të ngushtë që e kanë rrethu Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, këtu ka dalë realiteti i 4 llojeve të njerëzve në sprova. Ja u kanë nxjerr realitetin Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bën prej atyre të 4 të grupit të 4. Pse se Allahu subhanahu wa taala tregon këto që pastaj munafikat kur e kanë pa këtë telashe, kur i kanë pas janë rrethu musliman, a e dini çka ju kanë thonë? Besimtarve ka thonë, po ju premton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ju do të mirni plaçkat e Kisras dhe Kajserit, plaçkat e pasurin e persianëve dhe romakëve, a ju jeni të utut, s'kini mundësi me dalë me kri nevojen. Aq vështirë që jo konë. Do thotë është konë trishtim, frikë me dalë me kri nevojen një musliman më u këthin vendin e vetë. Thotë, paramendoni ju çfarë gjendje jeni, a Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju premton juve që kini me marë edhe Persin edhe Romakët. Nuk shkon o vëllezër 6 vite, mirët pasuria e persianëve dhe romakëve. 6 vite, jo më shumë. Realizohet premtimi Allahut dhe atë që u ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve. Kjo është besimi sahabeve. Kjo është besimi besimtarve. Neve nuk na intereson fitoria, na vjen sot apo na vjen nesër. A na vjen 2025 apo 2030 apo 2090. Neve na intereson që ne besojmë premtimit të Allahut ku Allah thot inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahu nuk e thën besën atë premtim që ja ka dhënë muslimanëve. Kjo neve na intereson. Ne nuk i shirna datat. Ne e këshirna atë që ka thënë Allahu në Kur'an. Si ilumi Allah e din kur ja jep fitore muslimanëve. Ilumi Allah e din kur e ngren belan. Ilumi Allah i din shumë mirë zemrat tona. Ilumi Allah e din krejt se çka ka mendohet në kiamet. Për këtë arsye ne nuk duhet të dëgjojmë zërat e munafikave dhe zërat e atyre të cilët janë të sëmur dhe zërat e atyre që janë interesgji vetëm për veten e tyre. Allahu subhanahu wa taala në tregon për këto se këto luajnë rolin e shejtanit. Të janë shumë të rrezikshëm. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u." Allahu akbar. Allahu subhanahu wa taala tregon në surën Ahzab, ajeti 13, thot një grup për njerëzve ju ka thonë ja ehle Yathrib. Ju ka thonë o ju besimtar, o ju sahabë, o Abu Bekr, o Uthman, ja ehle Yathrib, o banor të Ethribit. Ethribi Medinja ka pas emrin Yathrib para se marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ehle Yathrib, o banor të Ethribit. Ju nuk mujni të rini bal
Kurejshit, Gatafonit, Jahudive. Fergjiu, ktheni shtëpiat e juve, ma mirë është për ju. Shikoni çfarë roli munafikat, a? Sa të rrezikshëm janë. Pse ja ehle Yathrib, jo ja Abu Bekr, ja Omer? Se ehlul Yathrib kanë shku, kanë thirr, i ka mësu shejtani në emën të patriotizmit, në emën të fanatizmit, në emën të kombësisë, si me thonë, o ju shqiptar, o ju bushnjak, o ju rom. Se besimtarin se në mbashtron kollaj. Nuk ka mundësi të mbashtrosh besimtarin as let. Për këtë arsye të ka thonë, ja ehle Yathrib, o ju të Yathribit, do të ktheheni se ato janë shumë kallaballok, ato kanë përgatitje të madhe, ato janë kështu, ato janë kështu. Për këtë arsye, më mirë është ju të ktheheni. A ndikon njerëz, ndikon o vëlla. Çish nuk ndikon se gjuhët e tyre janë të mprehta. E Allahu subhanahu wa taala na tregon që grupin e tretë që thash, na tregon Allahu subhanahu wa taala se paraqiten në këtë thot: "Wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra." Ata jetë që kam së fillim. Një grup prej tyre shkojnë te Rasulullah dhe thonë: "Ja Rasulullah, apo na jep leje të shpina shtëpi? Se shtëpiat tona janë të hapura." A pëse se janë ndiku prej kujt? Prej atyre që kanë thënë: "O ju banorët e Yathribit." Janë ndiku prej zërave të munafikave dhe kërkojnë prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ata të dalën, të largohen, Allah i na ruajt. E përket më të mirët janë ata të cilët rrinë faqebardh në besim dhe janë besnik me Allahun në atë besë që ja kanë dhënë. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Ato njerëzit të cilët janë besnika me Allahun, janë besimtarë të sinqert. Çka kanë bën? I ka thonë ja Rasulullah dhe ne? Ja, Allahthi përshkruar në Kur'an thot: "Falamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Allahu akbar. Besimtarët e sinqert nuk ka mundësi të deporton zemrën e shëndosh zoni munafikit kur një herë. Nuk ka mundësi. Në zemër të shëndosh nuk ka mundësi zëri interesgjisë të deporton. Nuk ka mundësi asnjëherë. Zëri i atyre që janë me iman të dobët nuk ka mundësi të deporton në zemrën e besimtarit. Thot: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Thot besimtarët kur i pon ahzab, grupet, plot janë të bue, munafikat, kurejshët, gatavon krejt janë pajtu. Thot kur i kanë po që gjithë janë të bu me luftu Rasulullahin besimtarët, kanë thonë: "Qalu hadha ma wa'adana Allahu rasuluhu." Kjo është kjo premtimi që na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi. Kjo është fjala e vërtetë që e ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma zadahum ila imana." Këtyre nuk ju ka shtu vetëm se imani dhe janë nështruar fjalës të Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo është besimtar. Këto janë që të cilët si luhat askush. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na forcon imanin ton. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na bën prej atyre të cilët e kuptojnë mirë fejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Përse këto thonë kështu? Për shkak se këto besimtarët e dinë shumë mirë që vdekja është hak. Dhe një ditë do të na vdinë vdekja. Që Allah sa thonë: "Walau kuntum fi burujin mushayyada." Edhe nëse jeni në kalaja të larta, të ngritura, që s'ka mundësi të hi askush, edhe ati nëse fshehuni vdekja. Këto musliman, besimtar, sahabët e kanë kuptuar se vdekja është hak dhe do të vjen. Për këtë janë rahatu. E kanë kuptuar besimtarët dhe sahabët që zguxon armikut me akthi shpinën dhe kanë qëndruar. E kanë kuptuar besimtarët, sahabët dhe besimtarët që rreziku është i caktuar prej onës të Allahut subhanahu wa taala. Zguxon kush me ta paksu, as guxon kërkush me ta shtu. Sa është ndorën Rabbul Alaminit. Besimtarët e kanë kuptuar se çdo sent është me caktim dhe kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kur ndodh diçka vesh thuj qadarullah ma sha'a fa'al. Kjo është caktimi i Allahut subhanahu wa taala dhe kështu ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Sahabët radhiyallahu anhum e kanë kuptuar se dy gjëra janë këtu. Ose fitore
ose humbje, ose xhenetin e Allahut. S'ka. E për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala në surën Tob në ajetin 50 thot në Tobe, Allah thot sahabët kanë prit thot ose Allahu do t'ju ndeshkon, do zbresë dënim për çufar, ose çka? Ose ne do të jemi sebeb që do të ndeshkojmë ata. Njënën prej të dyjave do ndodhi. Ja ne ju ndeshkojmë, që në keni ardhur na keni rrethuar nga gjithë anët, ose Allahu ka më zbrit një dënim që do t'ju shkatrojë si çufar. Shikoni? Këtë kanë ditë besimtarë dhe kanë nejtë rahat. Për këtë besimtarë çdo herë rahatohen për shkak se kujtojnë dhe lexojnë historitë e pejgamberëve të Allahut. Të Nuhit alayhi salatu wassalam, si e ka shkatruar Allahu me ujë. Të Adit, që e cekëm khutbën e kaluar, që Allah subhanahu wa taala ja ka çu erën 8 ditë. Rihul aqim. Frim e cila nuk ka pas dobi. Ka shkatruar çdo sen me lejen e Allahut. E cila nuk sjell dobi, se frima kur frin, është që pemat shelin, bjeshiun, ka rahmet, ka urësi të mdoja. Kurse ketë, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pru pa asnjë dobi, vetëm se ka shkatruar çdo send. Këto e kujtojnë besimtarët Firaunin i cili ka thonë unë jam Zoti i më i lartë, që Allahu subhanahu wa ta'ala të kalon që këtë botë të marrën mësim. Kjo është për çdo Firaun që bon dhe tregon që ai është i fuqishëm dhe ai sundon dhe vendos çka don ai, atë le ta këshoje Firaunin në muze, për shkak se Allah e kalon për me marrë mësim. Vëllezër, lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruaj imanin, lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej besimtarëve të drejtë, lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetet e tij. Wa aqimus salat.